Zyrtari policori Drezi Drizi ka dëshmuar të premten para gjykatës themelore në Prishtinë rastin për sulmin terrorist në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovic të Veriut dhjetorin e vitit 2022. Para trupit gjykues, ai theksoi se në natën e 6 dhjetorit e pati parë të akuzuarin Aleksandar Vllajić, teksa bënte fotografi të zyrat e KKZ-s. Ish kolegun tonë Aleksandar Vllajić, bivšeg našeg kolegu Aleksandra Vlajića, ka ardhur për gjatë rrugës Kolashinska, došao je uz ulicu Kolašinska, nga drejtimi i urës kryesore në drejtim të zonës së Trerakaceve, që ne e quajmë atë zonë komplet. Është ndaluar për një periudhë pak shkurt para zyrave të Komisionit Zgjedhor. Zaustavio se za jedno kratko vreme ispred kancelarije OIK-a. Pastaj ka bërë disa fotografi në derën dhe xhamat e kësaj zyre. Pas arritjes së veturave të policisë dhe ato të komisionarëve, Idrizi tha se një grup prej 15 personash, në të cilën qej edhe i akuzuari tjetër Milion Milenković, hodhi mjete shpërthyese brenda zyrave të KKZ-s. Dy shpothime të mba brenda në zyrën e komisionarëve Zgjedhor. Mirë po vetëm potencohet. Ali treba samo da navedemo, Në këtë grupën e 15 persona që kanë qenë para zyrës komisionarëve Zgjedhor, rreth 15 që kanë u qenë. ovoj masi ljudi u ovoj grupi gdje su bili negdje oko 15 lica ispred kancelarije OIK-a. Kemi vjerejt kjarë me ta është Milion Milenković. Tu smo jasno primetili da među njima je i Milion Milenković. Ndërsa kam vërejt që Aleksandar Vllajić është në anën e majt diku rreth 50 metra më larg vetëm qëndrojke dhe mund të rakesë. Në vendin e ngjarjes, Idrizi tha se e ka parë edhe të akuzuarin Dejan Pantić. Milenković ka qenë tërkohën prezent në krye të masës, në pjesën ballore, ka pas lëvizje të shumta nëpër udhkryes, nëpër trotuar, nëpër rrugë. Pantićin e kam pa vetëm një herë, Pantića sam vidio samo jednom, duke kaluar rrugën nga ona e djathme të majt. kako je prešao put iz desne na levoj strani. Në dorë ka pas një kese, vrej shumë qartë se Milion Milenković është duke udhëheq masën, Mi smo to jasno primetili da Milion Milenković je predvodio tu masu ljudi, sepse në çdo lëvizje që Milenković bante, jer svaki pokret koji je vršio Milion Milenković, për cilën nga një tun e madhe prapa tij, njega je Që pratila ka qenë jedna diku- velika masa iza njega, gde su 25 apo 30 persona. Pas pyetjeve të prokurorit për dëshmitarin, seanca u shtyp për datë tjetër, ani se prokurori special Bekim Kodraliu shprehi kundërshtim. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale me 6 dhjetor të 2022-s, u realizua sulmi terrorist ndaj KKZ-s në Mitrovicën e Veriut. E një autoambulancë u përdor për bartje të granatave të dorës, të cilat i mori akuzuari Milion Milenković, i njohur si Lune. Posti Vllajić, Pantić e Vakić përballen me akuzat se kanë hedhur granata dore dhe shok bomba me qëllim të detyrimit të organeve publike të Kosovës për t'u tërhequr nga organizimi i zgjedhjeve të 23 prillit në Veri.